Por them që këto formulat e koncesioneve pavarësisht aspektit korruptiv që është zbuluar dhe që po kapet disa efekteve pozitive do të kenë sjellë, shoh që ka investime, janë përmirësuar spitalet. Kjo është e dukshme. Nuk e di se si funksionon kjo, nuk e di se si funksionon rrethin, ne shohim Tiranën. Por ardha e spitaleve private ka përmirësuar, ka njerëz që vinë e thonë që unë vi këtu në Shqipëri dhe për 2 ditë vizitojmë aty duhet pres 2 javë. Them drejtën, mos ma merrni me nuk jam kompetent, nuk e kam vrarë mendjen për këto gjëra, kam pasur punët e mia. Po Fatos Nano ka thënë diçka se pavarësisht ishte person që kishte kryeministri, kishte formim politikan dhe që nganjëherë lëshonte nxirrte batuta, slogane, thoshte duhet të lëshojmë pushtet për të bërë shtet. Dhe kjo është një këshill që vlen gjithmonë, duhet interpretuar në rrethana konkrete, por është një fitore shumë e madhe që ka arritur, por që duhet ta shohim me sy kritik ndaj vetes vet. Duhet decentralizim. Shiko, centralizimi, drejtimi autoritar ka disa të mira, i sjell shpejt disa të mira. Dhe disa qeveri i duhet. Dhe pastaj fillon dhe po ta shohësh ai është një njeri i lodhur, mënyra se si ecën, mënyra se si flet duket me një që është njeri i lodhur. Si ka rezistuar gjithë vit ai edi. Pse? Sepse merret me shumë çështje, merret me gjithë. Për mua duhet krijuar një sistem që të punojnë gjithë. Jo se ka gjithë nga gjithë të luftoj korrupsionin. Korrupsioni është gangrena kryesore. Sepse do dhe vullnet politik korrupsioni përveç se mekanizma. Mekanizma përveç se njeriu po spati ky vullneti që është ndërtuar një sistem që po funksionon ka qenë një vullnet. Po ka qenë vullnet politik, por më shumë ka qenë vullneti të huajve. Duhet të jetë vullneti politik se fillon që nga njerëzit që zgjedhin. Eduard jam për një gjë. Përmirësime janë bë, nuk kanë krahasuar me ato, por kollaj është për gjyku dhe absolutisht. Duhet ta vesh ajo që theti. Du bi iniciuos. Se po më pyet ti se unë përgjithsisht nuk bëj komente. Pse? Sepse nuk jam duhet bëjmë në iniciuos. Problemi është që ti e merr një njerëz dhe çim besosh. Domethënë edhe është një proces, nga ku vim, ku shkojmë është proces. I kanë kaluar gjitha vendet se për ta mbyllur ne krahasojmë me Amerikën, me Anglinë, po kur e kanë filluar ato. Patjetër. Shiko. Dhe çfarë njerëzish kanë pas ato, vim prap. E vërtetë është. Po ne jemi sot, shiko, progresi që ka bërë Shqipëria, pavarësisht problemeve shumë të mëdha, edhe të Berishës që folëm, ne nuk e vëmë re, sepse kemi pritshmëri shumë të larta për jetën tonë. Dikur në qenë vitin 90 thashëm pse si jetojmë ne si francezët apo si italianët. Bravo. Por progresi është shumë i madh. Pse? Sepse është progres edhe një katastrofë apo një traumë që ndodh në ekonomi apo shoqëri apo në politikë etj, prapë është pozitive sepse regjistrohet në subkonsciencën e njerëzve. Pra sepse ne mund të jemi popull gjenetikisht i vjetër, por jemi një shtet i ri. Dhe nuk kemi kaluar situata që kanë kaluar popujt e tjerë. Pra jemi relativisht pa përvojë. Çdo gjë që ndodh, edhe në 97 që ndodhi, prapë është një kontribut. Unë them që të kthehem prapë tek Edi Rama, ka në dorë që të bëjë gjëra shumë të mira të mbetet në histori.